O ju të cilët keni besuar, pendohuni shpejt tek Allahu Azza wa Jall me një pendim të sinqert ndaj tij. Transmetohet tek hadithi e Abu Dharrit se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: a e dini se ku shkon dielli? Atëherë tha: dielli lëviz në një vend ose në vendin e pushimit nën Arsh, i bie sejdë Allahut subhanahu wa taala dhe e madhron atë, dhe pastaj Allah Azza wa Jalla urdhëron dhe i thot: qohu dhe kthehu prej nga erdhe. Qohu dhe kthehu prej nga erdhe. Pra pasi që të perëndoj dielli, Allahu Azza wa Jalla do ta urdhëroj dhe do t'i thot: qohu dhe kthehu prej nga erdhe, pra nga perëndimi ku pastaj do del dhe do të lind dielli. Pra njerëzit do ta përjetojnë këtë ngjarje me një frikë dhe me një tmerr, sepse do ta dinë se pendimi më tashmë është mbyllur dera e saj, dera e tij. Për këtë arsye, pra do të mundohen që të bien sejdë Allahut Azza wa Jall, ta përkujtojnë atë me madhështi, në mënyrë që Allah Azza wa Jall t'ju fal gjunahet atyre. Andaj mesazhi kryesor i kësaj shenje është rëndësia që na jep për të penduar para Allahut subhanahu wa taala para se të ndodhë kjo shenjë. Allahu Azza wa Jalla thot në Kur'anin famë madh: ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. O ju të cilët keni besuar, pendohuni shpejt tek Allahu Azza wa Jalla me një pendim të sinqert ndaj tij. Dhe komentatorët kanë thënë se pendimi sinqert është ashtu siç ishte larg Allahut Azza wa Jall i tëri me gjunahe dhe me vepra të këqija, të kthehesh tek Allahu subhanahu wa taala i tëri me sevape dhe me vepra të mira. Tubu ila Allah, pendohuni tek Allahu, kthehuni tek Allahu subhanahu wa taala, para se të vijë kjo ditë kur më nuk ka mundësi për të kthyer tek Ai. Nuk ka mundësi për të hapur dera e tij, nuk ka mundësi për të pranuar mëshira e tij Allahut Azza wa Jall. Pendohuni sa më shpejt për gjunahet dhe mëkatet e cilat i keni bërë. Andaj, siç edhe na ka mësuar dietarët, kushtet kryesore të pendimit pra janë që njeriu të stopojë në moment nga gjunahi që e ka bërë, dhe të ketë një vullnet të çelikt dhe të ndikë çardhe për gjunahin që ka bërë, dhe Ibnul Qayyim thotë se ky është kushti më i madh i pendimit, dhe e treta, t'i jap besën Allahut Azza wa Jall që më nuk do të kthehet në ato gjunahe që i ka bërë. Dhe është një kusht tjetër që ndëlidhet me njerëzit, që është pra ta bëjnë halal njerëzit në qoftë se u ke hyrë në hak atyre, e pastaj pra në qoftë se nuk ta bëjnë halal dhe vije kjo shenjë dhe të zën gjallë, atëherë dije që ti do të përballesh me zullumin dhe me padrejtësinë që ja ke bërë dikujt, e ai do ta marrë këtë hak në ditën më të rëndësishme për ty, në ditën e gjykimit.